Unë thëmë që është e mundur me arrit, po në rastet për cilat na po folim, pajtona plotësisht me idenë se qysh po shpjegojnë edhe Kerolli që ato nuk janë reale. E para lëvizjet Po thoni parim, po. Parim, sepse ka përdorus. Donald Trump edhe thot po e sulmoj një shtet, edhe e kam adresimin këtë orë edhe presi njerëz nga gjithë bota ta shikojnë. Du me bodhe një krasim tjetër. Për te që sajna, Kosova ka përdorus këgja shumë platforma sociale. Mundësia për me qenë aktiv këta njerëz për një me është shumë reale. Unë po bazonat e statistikat e Big Brotherit. Në Big Brother ka audiencë, që audienca që po mashtrohet opinionit të e pa në debate televizive politike, është e perafërt me ata që ashtu ndodhë në Big Brother VIP Kosova, për shembull. Pra që ta njerëzën real, pra numri audiencës, për cilin është i perafërt me ata që ashojmë, është qaj, vetë se ka dalimi që ata janë njerëz të bota, pra e këta janë njerëz real që kanë interes, sepse këto e shprejnë edhe me komente, edhe me paraqitje, edhe me komentim të ngjarjeve në platformave tjera, pra e shet një angazhim në tëna platformë, ndërkohë ti e shet që ato është i cungumë ose i kufizum vështirësh me një numër të caktuar dhe çast mbetet. Një shembull tjetër për me marr interesin e politikës. Vetëm ta shpjegojmë edhe ne na ka ndodhur këtu në Klan Kosova, madje edhe në Rubicon, emisionet caktuara në Rubicon, ti blet dikush tjetër për të arritur artificialisht, pa dijen tonë pra, arrit artificialisht audiencën live. Ka ndodhur në disa emisione, jo shumë, po ka pas raste pra, ose dëshiron të përfitoj subjekti politik për shkak të kandidatit, ose për fatësuesit që ka në studio, ose grupet të tjera. Për me shpjegu qartë rrugën se qysh manipulohet kjo pjesë është që platformat që e kryjnë që shërbim nuk kërkojnë akses në platformat ku na dojmë e bo për shembull që ndërhyrje. Nuk ka nevojë me logu me password edhe me email, mjafton me dërgu linkun në të cilin ti do me rritë shikueshmërinë edhe kjo bëhet me çikaç. Thjesht e jap koston edhe sa ka me qëndru audienca në atë video dhe këtu përfundon detyra. Çmimet kanë rënë, tash është bërë shumë affordable, shumë. Po megjithatë do shta me marr një shembull për me kuptu se çysh qëndron rëndësia e audiencës. Në një situatë kur kemi pas një ngjarje në veri të shpërthimit të pjesa e m'duket jo Neumann, po Iber Lepens, eksakt, ka qenë periudha kur ka qenë edhe Big Brother Prime. Unë kanë qenë një angazhuar në atë periudhë, edhe shikueshmëria të naj ishte rreth 100.000, edhe u paraqit kryeministri live në atë kohë, Albin Kurti, edhe rrike dikon të 700-2000 veta që këshëshim. Pra, paramenojeni në një situatë ku cenimi i sigurisë së vendit është pikpyetje, shqetësimet e qytetarëve nuk ishin atje. Shqetësimet e tyre ishin me pa çka ka më ndodh, zhvillimet brenda shtëpisë. Pra, kur flasim për situata të tilla, edhe atëherë kur mas në zori mundi me qenë, një audiencë që i përcjell politikant është qaja. Pra, po du me ba një krahasim kështu që ka situata ku na mundim me pa audiencën në numër pas nalt, ama veç duhet me kanë edhe tema që ju komenton atyne.